Drejt përfundimit investimi i Bashkisë së Vlorës në Lulishten e Kalit të Trojës. Ky investim infrastrukturor ka bërë të mundur ridimensionimin total të infrastrukturës së Lulishtes, por gjithashtu edhe vendosjen e stolave të rinj, si dhe shtrimit të saj me pllaka. Por pensionistët theksojnë se kërkohet një ndërhyrje edhe më e mirë dhe më cilësore nga ana e firmës. Gjithashtu, ata bëjnë thirrje që të vendosen edhe disa tualete me qëllim kryerjen e nevojave personale. Po Luqja është bërë shumë e bukur. Duhej ky investim? Ti ishe dashur më para, jo sot. Duhet ishe bërë me kohë, jo tash që janë votimet. Çfarë do doni? Çfarë do të them unë djalë? Ato që duan gjithë pensionistët duam. Edhe vende për të kaluar orën si njerëz. Të mbajmë personalitetin tonë. Personalitetin e po lëret për tualetën, se tualetën s'ka gjithë Vlora. Edhe pastaj kanë ata të bashkisë, le të vënë edhe ndonjë punëtor atje. Le ta paguajnë mirë, të japin 1000 euro, po qyteti do ketë tualetë. Nuk ka. Ky parku këtu i ke, vjen atje në kafene, edhe pagojnë lekët atje për të bërë. Nuk ka një tualet. Në një cep aty një tualet, le ta bëj su bëqameti. Të vënë stolat e drejt, masë një gjë e mirë do bëhen, nuk themi ne, po shikojmë. Të vëj një mirëmbajtës për Lulishten, për gjithë, edhe për pastrim edhe për gjitha gjërat, për gjelbërimin, sepse është e nevojshme. Investimi në Lulishten e Kalit të Trojës ende nuk ka përfunduar, por është në proces e sipër. Pjesa më e madhe e punimeve tashmë është mbyllur, ndërsa pasi projekti të përfundojë, mosha e tretë e cila e frekuenton Lulishten do të ketë kushte më të mira.